Teksa jemi në prag të nisjes së sezonit turistik, ku dhe numri pushuesve pritet të jetë i lartë, menaxhimi i mbetjeve në zonat turistike mbet një sfidë për institucionet. Ambientalistët theksojnë se krahas ndërgjegjësimit të qytetarëve duhet të ngrihet edhe një task force për kontrolle dhe të vendosen gjoba ndaj atyre që ndotin ambientin. Ne shpesh e kena thënë që përveç shërbimit më të madh të pastrimit, por ne kena çu zonin që edhe institucione ndërgjegjëse publike, që është nevoja që në Shqipëri, vetëm Shkodër, Shqipëria duhet me kriju një polici 3 mjedisore, e cila me monitoru këta zona që ndoten, por sidomos me xhobit edhe personat, bizneset, por me xhobit edhe institucionet që nuk e bajnë punën e tyre. Pra mendoj që një polici mjedisore do të jetë zgjidhja më e madhe që mos me shku drejt degradimit, sepse Shqipëria shohim që ato pas një masivitet turistash në sidomos zona turistike, edhe pse jo këta polica, pse ja ato ranger me kanë monitorim familjarëve, bizneset, por edhe institucione mjedisore që duhen të bëjnë punën e tyre. Situata duket se ka njohur përmirësim gjatë viteve të fundit, kjo fal ndërgjegjësimit të qytetarëve, por edhe të aksioneve të vazhdueshme që realizohen qoftë nga institucionet përgjegjëse, por edhe nga shoqatat ambientaliste. Mendoj që këndshim është më përmirësim, shohim që ka më pak mbetje në pjesat ku ka më shumë turista, por normalisht për fatin e mirë ne kena natyrën që vetë i nxjerr jashtë meteorina që janë hedhur për vite dhe ne gjithmonë mundon me marr me bën një riparim ose me marr me bën një aksion të malpastrimit. Aktivistët e mjedisit theksojnë se ndotja ka ras imazhe të shëmtuar që sjell, kërcënon edhe mjedisin dhe shëndetin e njerëzve.